Blendi, Olzi, përshëndetje. Përshëndetje zoti ministër. Jemi sot në Piqeras, në fakt po ndërtojmë një nën stacion të ri, që ka qenë ekzistues, por me sa mbaj mend edhe vitin e shkuar ne patëm një përmbytje aty. Çuna, si jeni? Patëm dhe një përmbytje dhe që na bëri dhe ta përshpejtojmë pak përveç nevojës për të rritur sigurinë e furnizimit në zonë, por edhe ishte edhe për shkak të disa pajisjeve të dëmtuara. Ndërkohë Blendi, para se të fillojmë në shpjegimin e asaj ç'po bëjmë, po më thonë e parë që në fakt gjatë kësaj periudhe ne kemi bërë një punë titanike për të ndërtuar një mini stacion të vogël që të kishim mundësinë për ta operuar gjatë sezonit veror. Atëherë këtu, zoti ministër, ne jemi në stacionin e Bunecit ose të Piqerasit, ndryshe. Është një stacion pothuajse tërësisht i ri, pavarësisht se kemi pasur një stacion ekzistues, ku mund të themi që kemi dhe zgjerim, fuqizim dhe ndërtimit të një stacioni totalisht të ri. Paraprakisht, neve kemi ndërmarrë masa që e gjithë zona, si pasojë e ndërtimit të në stacionit të ri, të Mosngele pa Energji kemi ndërtuar një në stacion, po themi provizor, që është ky në stacioni që shohim këtu, që është bërë në një kohë rekord për 3 muaj, me qëllim që të hapnim gjithë sheshin e kantierit dhe të vazhdonim të qetë punimet për ndërtimin e në stacionit të ri 110-20. Pasi ne e kemi demontuar në stacionin Pasi të 10-in e kemi demontuar. Këtu jemi në hyrje të në stacionit, hyrja që do të jetë edhe në periudhën vazhdim. Sheshi, siç e shihni, është pothuajse i hapur i gjithë. Të gjitha pajisjet dhe nevojshme për funksionimin e në stacionit provizor me qëllim furnizimin e zonës kanë kaluar tek pika tjetër. Ndërkohë këtu jemi në fazën më voluminoze të punës si ka ky në stacion. Ashtu siç e përmendët edhe ju, ky është një ndër stacionet që neve na është përmbytur para disa kohësh dhe i kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë pjesës së sigurisë së këtij në stacioni ndaj këtyre përmbytjeve që mund të ekzistojnë dhe në një moment tjetër. Fillimisht janë bërë gati 154 pilota 10 metra poshtë, është hedhur deri tani mbi 1300 metra kub beton dhe besojmë që shumë shpejt do të mbyllim gjithë sistemimin e sheshit dhe mbas përfundimit të sheshit në stacionit do të fillojmë me njëherë pastaj ndërtimin e bazamenteve, ndërtimin e godinës dhe me montimin e pjesëve elektrike. Shumë, Blendi, ne në këtë zonë më duket furnizohemi në një rrjet 10 kV që ekzistues, dhe ndërkohë që me në stacionin e ri që do jetë 110 kV, 20 dhe 10 kV ne kalojmë në nivel tensioni 20 kV që japim edhe siguri më të mirë furnizimi gjithë kësaj zone, po duke dhe e lidhur në Saranë. Aktualisht vlen të theksohet se në stacioni ekzistues, jo ky provizori, në stacioni ekzistues ka qenë një në stacion 35 vjeç, me 3.2 mega ka qenë fuqi kapacitet instaluar, një në stacion shumë i vjetër, që edhe në ato kushte kur është ndërtuar si një kushte me gjente, po pa menduar që do i përgjigjeshin zhvillimit kaq shpejt zonës, dhe tashmë ne do kalojmë nga një stacion 35 vjet me 3.2 mega do kalojmë në një stacion 110-20 me 25 mega. Pra kemi 8 fish kapacitete më shumë. I gjithë ky në stacion do të jetë në gjendje të përballojë si fluksin e lartë të ndërtimeve që janë në gjithë zonën dhe do të kemi mundësi të absorbojmë dhe të lidhemi në rrjet gjithë konsumatorët e rinj që do të kërkojnë të lidhen me rrjetin tonë, por që të garantojmë dhe një zhvillim për vitet në vijim në mënyrë të tillë që kjo zonë të ketë një garanci për sigurinë e furnizimit, kapacitetet e shtuara dhe nuk është sekret ta fshehim, por ka qenë një ndër zonat që ka vuajtur numrin më të lartë të stakimeve të energjisë elektrike, ka vuajtur për nivelet të ultratensionit, kur ju e dini zoti ministër që neve në Bosch vendosim një stacion mobil sot me qëllim garantimin e nivelit tensionit lart dhe besoj që në përfundimin e këtij në stacioni ne do të kemi zgjidhur të gjitha këto probleme. Ne më duket kemi filluar para disa muajsh punimet këtu dhe po më sqaroje ne jemi në ritme të këndshme punimi dhe besoj le themi në vitin 2027 brenda muajve të parë ne duhet ta kemi funksionale. Ne këtu kemi filluar punimet në prill vitit 2026, pra zyrtarisht kantieri është hapur në prill 2026. Afatet e përfundimit të punimeve janë 14 muaj, parashikohet që sipas kontratës përfundoj diku nga qershori 2027. Por ne jemi optimistë që në bazë të historisë punimeve që kemi sot, sezoni i ri veror që do të vijë në 2027 do na gjejmë në stacion të ri. Shkëlqyer, duke dhënë dhe siguri shumë të lartë furnizimi gjithë le të themi banorëve të kësaj zone. Ky është i gjithë sheshi në stacionit ku jemi duke ndërtuar. Hyrja në stacionit është kjo pjesa këtu. Këtu do të jenë 2 traktet e linjeve që vijnë nga OST-ja, vazhdojmë me traktet transformatorit dhe godinën. Aktualisht kemi një transformator në punë, 25 mega dhe në perspektivë për një transformator tjetër. Pra kemi krijuar hapësirën për të zgjeruar nëse do ketë nevojshme në vazhdim. Nëse do kemi zhvillime të mëtejshme dhe do zgjerojmë kapacitetet e fazës parë,
Ne mjafton që të instalojmë një transformator të dytë bashkë me traktin e vet dhe garantojmë kapacitete për një kohë shumë gjatë. Krahas pajisjeve që janë të teknologjisë fundit, po themi pajisjet primare, godina e standardeve të larta me ambiente shërbimi, me salla komandimi, salla monitorimi, me gjithçka që i nevojitet një godinë sot, edhe kjo në stacion në vazhdim atyre projekteve që neve kemi dhe në stacione të tjera, është totalisht i digitalizuar dhe do të integrohet në sistemin SCADA. Kështu që ne do të kemi mundësi dhe për monitorim, edhe për komandim në distancë. Ndërkohë këtu janë llogaritur që të dalin 6 linja, 6 fidra. Është shumë e rëndësishme ta theksojmë që ky në stacion ka dhe një vlerë të shtuar, jo vetëm për sigurinë e furnizimit, rritjen e sigurisë të furnizimit dhe këtë kapacitet të shtypit, po ka një rol shumë të veçantë për mbylljen e unazë të fidrave që vijnë nga në stacioni Sarandës dhe fidrave që vijnë nga në stacioni Imarës. Pra përveç se garanton zonën rreth rrotullit Piqerasit, Borshit, Shën Vasilit, jep garanci dhe zonave tjera e Qeparojit, edhe Qafgjashës dhe deri në Saranë. Pra është një stacion që ka shumë funksione, le të themi shtim kapacitetesh, rritje sigurie dhe rezervim të fidrave që vijnë nga dy në stacionet e tjera, Himara dhe Sarana. Shkëlqyer, Blendi, ndërkohë ne kemi hyrë pothuajse në pikun e sezonit turistik. Ne po diskutonim javën e kaluar që në fakt pothuajse në fund të qershorit të javës kaluar ne kemi patur ngarkesë më të lartë se edhe në pikun e muajit gusht të vitit të shkuar. Pra që nënkupton që ngarkesat po fillojnë të vinë në rritje dhe ne do shohim edhe ngarkesa më të larta që këtë fundjavë dhe duke vazhduar dhe muajin gusht. Ne kemi folur bashkë dhe unë di që OSHE dhe operatori i sistemit shpërndarjes kanë ndërtuar një plan masash dhe ju keni gjithë punonësit që tashmë janë në gatishmëri. Megjithatë është nevojshme ndoshta të theksosh edhe 2-3 elemente që thosh operatori i sistemit shpërndarjes po merr dhe po menaxhon edhe për këtë periudhën e ngarkesave të shumta të sezonit veror. Po, zot ministër, është shumë e vërtetë, ashtu siç kemi lançuar dhe pak ditë më parë dhe në takimin që kemi pasur së bashku. Ne kemi një plan të detajuar masash për të përballuar situatën e furnizimit me energji elektrike të gjithë zonave turistike, atyre bregdetare dhe malore, dhe tashmë kemi hyrë në fazën e nxehtë, le të themi, pasi muaji korrik dihet që është muaj ku piku i energjisë afron ditë mbas dite dhe themi që në javës tjetër ne do jemi me ngarkesa akoma më të larta se kemi qenë dhe kemi shtuar numrin e personelit në terren, kemi shtuar numrin e automjeteve, kemi futur linja të reja që i kemi pas në plan investimit vitit kaluar, siç janë ato në gjithë zonën e Bregut nga Ksamili deri në Vlorë. Jemi duke punuar për projekte të reja dhe ashtu si shkry në stacion i Bunetit apo i Piqerasit është në planin e investimeve afagjate, ne kemi dhe në stacionet të tjera që jemi po duke investuar në këtë zonë. Kështu që them krahas masave teknike që kemi marrë dhe atyre organizative, besoj që do të kemi një sezon më të qetë dhe i kemi paraprirë dhe ndonjë rritje ngarkesave të mundshme, pasi siç e tha dhe ju siç e theksuat, ne dhe pikun e verës kaluar ne kemi kapur në fund të muajit qershor. Eksakt. Duke patur dhe parasysh parashikimin e temperaturave për muajt në vijim, besoj që temperaturat do të shoqërohen dhe me rritje të kërkesës për energji, por gjithsesi ne jemi në gatishmëri për të garantuar gjithë konsumatorët tanë që do të kemi një sezon të mirë për sa i përket furnizimit me energji elektrike. Shkëlqyer Blend, tani taksirati i kompanisë operatorit sistemit shpërndarjes është në pikun e le të themi ngarkesave ku njerëzit bëjnë pushime, ju keni pikat e ngarkesave më të larta të konsumit dhe duhet edhe gatishmëria më e madhe. Se gjëja fundi që s'është ne duhet bëjmë është që t'i krijojmë shqetësim turistave apo klientëve shqiptarë që vinë për të pushuar në periudhën e verës. Dakor. Faleminderit Blendi. Faleminderit. Faleminderit Olci, faleminderit.